Mirëmbrëma shikues nderuar dhe mirë se takuam në emisionin 90 minutësh të Arenës. Sonte do të bisedojmë për futbollin kosovar, konkretisht java 22 të Vala Superligës, e cila mbyll sot me 3 ndeshje të zhvilluara në Ferizaj, Mitrovic dhe Gjilan. Po ashtu do të ndalemi pak edhe tek ndeshja së mërkurës e zhvilluar në kuadër të çerkfinales së Kupës ndërmjet Llapit dhe Lirisë. Në pjesën e dytë të edicionit do të mund të ndeshni edhe kronikën nga derbi ligës së parë ndërmjet Vushtrrisë dhe Flamurtarit, si dhe kronika tjera nga Legionari dhe Arena ndërkombëtare. Sonte në studio kam 4 mysafirë të ftuar, shumica vinë për herë të parë në ekrantin të gjatë. Nga klubi futbollistik Liria vjen kryetari i këtij klubi Mirsat Çollako. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sa i përket referimit dhe rasteve diskutabile, do të bisedojmë me gjyqtarin e mirënjohur Ismail Kusumi, tani kontrollor. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në studio vjen trajneri Llapit Tahir Batatina. Mirëmbrëma. Dhe ish futbollist i mirënjohur dhe ish trajneri i Prishtinës në fillim të këtij edicioni Kushtri Munishi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirësevgjeta. Do të shkojmë së pari me rezultatet komplete të javës së 22. Rezultatet komplete janë këto: të premtën Fernikeli Ajvalia 6-1, të shtunën Prishtina Drita 0-1 dhe Drenica Llapi 2-0, kurse sot do luajtën Trepça 89 Trepça 6-1, Gjilani Besa 0-1 dhe Ferizaj Liria 0-0. Shohim edhe renditjen. Pas përfundimit të fazës së dytë, kemi edhe renditjen përfundimtare, kryeson Trepça 89 me 54 pikë, 6 më shumë sa Fernikeli. Prishtina mbetet në pozitën e tretë me 42 pikë, Llapi 4 40, Besa në të pestën me 37, Gjilani 6 me 30 në pozitën e 7, Drenica 25 pikë, Liria 24. Në fakt Liria është dashur të jetë mbi Drenicën sepse Liria sot ka barazuar, nuk është e rregulluar mirë tabela. Liria është 7, Drenica 8, Ferizaj 9 me 21 pikë, Drita 10 me 21, Trepça e parafundit me 13 dhe Ajvalia me vetëm 7 pikë. Ne kthehemi në studio dhe nisim bisedën me Mirsat Çollakon. Si kaluat sot në Ferizaj? Shumë mirë. Ishte ndeshje me rëndësi për ne. Arritëm të marrim një pikë që të jemi sa më stabil, më sigurt në Superligën e Kosovës, të ikmi barazhit. Ishte një ndeshje vërtet kampionale, një ndeshje e fortë, por një ndeshje të bukur dhe ja dolëm që të marrim një pikë. Po. Ismail Kusumi, referimi si ishte këtë javë? Në flasëm në bazë të raporte dhe ma vonë të shikojnë, për më duket që disa lojë ka pas gabime, por normal gabimet inshallah nuk janë të qëllirshme. Më mirë se javë tjera ka qenë, se sa javë tjera. Nuk ka pas, sidomos sot nuk ka pasur shumë. Sot të 3 ndeshjet kanë kaluar jashtëzakonisht mirë, por besojmë që në bazë raportit do shkojmë, do të bisedojmë me gjatë të referimit. Po, në Batatina, duket se i vetmi janë ankuar këtë javë jeni ju. Po, mendoj do të që është... Nëse mundini shkurt, pastaj do të kthehemi sërish. Shkurt, do të është një javë e cila me të vërtetë, thënë edhe parafërsi që ndoshta ka pas gabime, por shpresoj që gabimet mos janë të qëllim, dhe nëse kanë qenë qëllim do të ndërpriten sa më shpejt. Kjo është qëllimi rëndësi për futbollin e Kosovës në përgjithësi. Dhe shpresoj që këto elemente dhe dukuri cilat nuk janë pozitive të përmirësohen sa më shpejt, është në interes gjithë qytetarëve, gjithë futbolldashëve, sportistave. Dhe mendoj që ku panohet edhe gabohet, por gabimet shpresoj të mos janë të qëllimshme. Kushtojmë si do kjo? Edhe për mu, javë, si çdo javë në Superligën e Kosovës, po thuaj se rezultate edhe të pritura. Flasim ma vonë nëse keni nëse... Pritura? Pritura, për mu të pritura. Edhe Prishtina Drita? Edhe Prishtina e pritur. Pritur, për mu e pritur. Do t'i kthehemi... Barazimi dhe unë kam mendu për Prishtina që kam ditë që po ka vështirësi me impost kundërshtar, edhe nuk ka qenë befasi edhe pse ka fitu Drita. Pas t'i kthehemi sërish javës së dytë, do ndalemi tek ndeshja e së mërkurës Liria Llapi. Në fakt Llapi Liria zhvilluan në stadiumin Zair Pajazi. Të bësh shumë zhurmë, kualifikua Llapi, por akuzuat shumë gjyqtarin kryesor Besnik Batalli. Po, sigurisht në qoftë se keni pa ndeshjen, kush ka pa ndeshjen, aty nuk ka nevojë për shumë koment. Do të kemi edhe 3 raste që i kemi veçuar për ty. Besniki ka qenë akteri kryesor i ndeshjes, i ka dhënë atij derbi një hije shumë të zymt. Mund gjithçka ka qenë në dorën e tij, prej fillimit është po. Edhe fatkeqësisht gjithat
që po mendat fair play që kemi arritë të ndërtojmë si vazhdimësi e kryesisë së mëhershme dhe qytetit Prezenit, ajo po më duket që në podje vranë në baltë. U pa aty që nuk luan futbolli, aty janë aktorët kryesorë dhe ferët në Kosovë. Fatkeqësisht. Ishin të tretë apo vetëm kryesorë? Jo, unë kam vetëm kryesorë për të kryesorin. Si që tha më herët e Ismani, ka dhe gabime, ndoshta po jo të qëllimta. Unë nuk jam tip që i marrë të gjitha me qëllim, po Besnik Batalli ishte me ty kampë ta. Se nuk ka bëj ishte hera por që reagën në atë një... Hera por, në thash në... Pasi që kemi qenë edhe pjesë vetë futbollit në Kosovës, e dim që ka mundësi në futboll të ndodhe, në gabime njerëz jemi, po ajo që ndodhe ditë në podjeve ishte, sinqerisht, për çdo kritik. Tërës, fituat në ndihmën e gjyqtarit apo ishte fitore merituar? Po, unë mendoj që këto skuadra të cilat me të vërtetë janë në gjendje shumë të keqe në pozitën tabelare. Tash të ndoshta ka rrugë ajo euforia se çka po ndodh me tu. Ne nuk i kena fajas lirisa skuadra të tjera që me të vërtetë janë në zonën e rrezikut dhe janë të rrezikuar të në kampionat. Nuk ka pas të bëj fare unë nuk duhet ta vlerësoj se nuk jam ekspert gjyqtarëve, janë kompetencë të ta vlerësojnë çdo gjyqtar. Ne mund të japim mendimin tonë, por nëse shifet loja do thotë edhe për 90 minuta apo 120 minuta një gabim nëse bëhet referi nuk duhet të merret shumë për bazë, nuk ka qenë asgjë jashtë fair play-t, jashtë futbollit. Drita do thotë vërtet e liria e cila ka qenë në lap, do thotë ka qenë skuadra e cila nuk po marr parasysh se s'ka ndonjë rrjedh dhe kjo është futboll. Pranon gollat, japën gollat, por nuk ka pas kapacitet dhe cilësi ta mposhtë llapin. Do di që llapi është një skuadër pak më ndryshe se Liria, ka ambicie më ndryshe se Liria, është organizuar më mirë se Liria, din me lut futboll më mirë se Liria. Atë është edhe vetë pozita tabelare që 2 vite pas rikthimit në Superligë bashkërisht me Lirin, ne nuk luajmë në barazh, ne nuk luajmë në play-off, por ne jena në 4 pozitat e para. Nuk duhet të thojmë që gjyqtari do të thotë ka gabuar, mundohet ka gabuar me nënca shumë të vogla, kanë përcjell ndeshjen 2 radhëzi, edhe si trener jo pse ka fituar llapi, kur ka do të thotë mangësi edhe ne do të veçoj se jemi interesuar që mos ketë gabime të tilla. Por nëse do të gjatë 120 minuta bëhet një gabim, do të thotë Liria ndoshta ka menduar që futbolli luhet 120 minuta, po 90 minuta nuk luhet 70 minuta. Do të kemi rastin të shohim dhe ti. Edhe pse kena qenë avantazh, këtyre të avantazh kjo është futbolli, bukuria e futbollit, por sido që tjetër do të thotë prefekt ka qenë mikpritja, prefekt ka qenë organizimi ndeshjes, mrena vijave ato do të janë njerëz që do ta vlerësojnë gjyqtarin Batalli, jo ason as Mirsadi as dikush tjetër. Për arsye se ne nuk kena kompetent, ne mund atë japim mendimin tonë, edhe ne japim mendimin tim si trener, por edhe kryetarët të klubeve, por sido që tjetë, unë mendoj edhe ata gjithë ekspertat që kanë qyrë futbollin pas ndeshjes, nuk ka pas diçka për të veçuar, por ndoshta ambicia e Liris, e cila ka pretenduar ta ndjetë. Do të shohim pas pak rastit, Zekosumi keni pasur rast tash në këtë ndeshje? Kam qyrë, por jo në tërësi, normal ose rastet që kanë qenë diskutabile në për televizionet, sidomos tyuin edhe televizionet që janë, ka pas disa lëshime, por në që se mund me i shqiput dhe të komentojnë. Atëherë gjia të shkojmë me rastet diskutabile nga ndeshja Llapi Liria, në cilën u bë shumë zhurmë për kualifikimin e Llapit në gjysmën finale të kupës. Më talesh tek rasti i parë, penaltia e Llapit pranë rezultatit 0-0. Natyrisht nuk shihet shumë mirë. Nuk shihet shumë, por në televizionet tjera se kjo penalti ka ekzistuar. Ka ekzistuar. Ka ekzistuar, ka kontakti, është kontakti i cili për shembull normal nuk shkruan kërkon që thonë lexoj edhe ndëgjoj, sidomos udhëheqësit e klubeve që thonë është kontakt i lehtë edhe nuk ka kontakt lehtë edhe tron. Është kontakt i cili e humb rastin lojtari i cili është në avantazh me dhënë gol. Gjithmonë është 16 i cili është i paparashikuar. Kemi ndonjë koment zotëri Çollaku? Apo të shkojmë me rastin? Kam qenë nga pjesa tjetër. Po, do të shkojmë me rastin e dytë. Është rasti më diskutabil në ndeshje, ja. E kam qyrë 5-6 herë, për mua është faul në portierin, pa marrë parasysh se ka gabu në gjyqtari, është gabim totalitina, sepse është në zonë, portieri është në zonën e tij, edhe normal që 3 lojtarë kanë për. Është gabimi i referit, por në qëse veç ka qenë vetëm këtë gabim, nuk mujë me thonë se ka dëmtu Lirin. Por
Bazë, unë e thamë gjithmonë foli vetëm bazë të rastet të cilat i shikoj. Nuk e kam shiku ndeshën 90 minuta mund me foli akterë sikur kryetari rastet e trajnerit. 120. Unë e thash, 2 rastet cilat shikoj, njëri ka qenë penalti, kjo është faul në portierin. Dhe Çllaku, dashet të inkuadroni këtë? Po, thash, unë të penaltia kam qenë nga pjesa e aty aty në kanë prit Nikos Qet nga Lapi, të cilët nuk në kanë dhënë asnjë gotë ujë. Përkundërzi neve në qytetin tonë i presim e përcjellim si o mas miri, qa ka pas që tha zotripat atina që na jemi në ka thujë dhe autobusit tifozëve, nuk e di pse edhe ato. Penaltia ka qenë kontakti mes topit, nuk ka pas kam me kam, kam qenë shumë afër, ku tham shumë afër në pyetjen ndoshta 10 metra. Apo thosh që qenë atë pjesën andej ku aty afër topit, s'ka afër pasur po kur e bë. Ala pa urzuar lojtari i Llapit, ai ka fut pipin në gojë, do thot referi. Loçi për aty është domosdoshmë kuptuar që gjithçka është e kryme në podijë. Edhe pse lojtarët tonë me një angazhim maksimal arritën me kthy në 3-2. do të shkojmë edhe me rastin e tretë regjia? Po, patjetër. Beta Borç. Plotësisht pajtohem me mendimin edhe kolegut se ndoshta ka eksperiencë më të madhe, sidomos referendum të Smola nuk do ta diskutoj shumë, është profesioni i tij edhe ndoshta mund të gaboj. Me të vërtet ka qenë dyshimet për një refer ashtë faul ose faul. Janë dy elemente që diskutuar me shumë eksperta të referimit, momenti kur portieri është ndër me dy lojtarët, pastaj prap ai shkon tokë prap rikthehet për ta marrë topin dhe ngritet atë në kamp, shikon e portierit prap. Kjo është ka qenë utia te referi i cili Atatin, nëse folëm për këtë rast. Po, për këtë rast nuk ka dilema as pak, kjo është faul në portierin 100%. Çdo kontakt në portierin në ajër, i cili është zona tina e portierit, është faul në portierin, ka përparësi. Unë flas vetëm rastin cilat i shikoj, nuk do të flas për 90 minuta, se kom këshirë 90 minuta në ndeshën, por rastin cilat kushtrimi i ka... Nuk ka pas një rast diçka tjetër për ta veçuar, që është ajo që tha Mirsadi do të nuk është e vërtet. Mirsadi presidenti vetëm shkojmë edhe tek rasti i tretë. Të përfundoj edhe vetëm shkojmë tek rasti i tretë. To se pastaj në rregull. Okej. Do të thotë presidenti i klubit e Xhadomnica i ka shumë mesazh dhe i ka treguar çallokut se Mirsadi do ta kesh pritjen, do të jesh për dyrë zyrtare, këtë infrastrukturën nuk kena moderne. Kthehemi në studio për ta bënë vend komod të VIP-a për turizëm. Por sidoqë që tjetër do të thotë kjo ka qenë kushtet që ne kena pas, nuk pritën lap kush ka ardhur, ka qenë nivelin shumë të lartë. Edhe të Mirsadi gjithmonë i kena prit ashtu siç duhet i presim, por nëse Mirsadi ka kërkuar që ta ketë vend komod të VIP-a, ne nuk e kemi ende. Kur do ta kemi do të ulen gjithë presidentët e klubit do ta shikojnë ndeshjen. Sa përket gjëra të tjera do të thotë ato nuk për mua nuk. Autobusi është shtyr. Sa përket autobusit unë kam dëgjuar pas shumë vonë do të thotë që kanë ndonjë eksesitiv, nuk është i mirë për futbollin, as për tifozërinë. Do të ndodhin sa në gjatë tillë, unë nuk e kam ditë do të thotë se ndeshjet na çanën liri kanë rrodh shikues të Llapit atje, katër shikues, por sidoqë tjeta duhet të tregosh kulturën tonë sportive, ai kanë ndodhur në individ jo të e ke fjalën se janë rrallë tifozët e Llapit në Prizren? Po, në Prizren, ato kanë ndodhur ai mos marrëveshja të njerëz të pandërgjeshëm prapë thon, për arsye se nuk është dorë të ndodhë gjatë tillë. Ai kanë ndodhur jashtë qytetit, diku ndale kam dëgjuar. Mund vjen shumë keq, para që kanë ndodhur, duhet të ndodhë gjërat e tilla, dhe mendoj që ato nuk janë në shërbim të futbollit, nuk janë interes të futbollit kosovar, as të shikuesve, as të neve që mirëmi me sport, por ne duhet ta shikojmë sportin në format të tjera, në format të avancimit, në nivelin sa më të lartë, dhe mos të mirëmi me gjërat cilat na nuk jena eksperta për ta vlerësuar në gjë të tillë. Mendoj që këtu pasi është kësumi të arbitri, do të unë nuk mund të diskutoj shumë, ato çka unë shumë. Do të shojmë edhe rastin e tretë, karton e kusht të lirisë për rëngashin nëse nuk kem gabim. Do të shojmë, ja. Do të shojmë edhe një herë regjia. Ka qenë direkt karton i kusht? Nuk është kartoni direkt i kusht, është kartoni verdh me plot drejt, sepse është një kundër sulm i cili është çdo tërheqja. Unë e prapë thëmë, unë do të flasë për 3 rastit që të ke përgatitur. 90 minuta, çka u pa, çka s'u pa, nuk du me hynë ato, se nuk e kom pa ndeshën, por në bazë shkrime kom që ka qenë një referim në bazë këtyre raste, po thëmë, deri tash një gabim për mu, e ka që të gabimin të golli, a për tjera që ka ndodhë, ma mirë se Batatina dhe kryetari nuk e di se kanë qenë prezent. Edhe kjo është, me drejt kartoni 2 të vend. Kryetar, ka pasur diçka tjetër që dyshoni apo 9 kartona të verdh, 2 të kuq në ndeshjen dhënë. Do thotë njëri është dhënë pas përfundimit të ndeshjes.
Unë vjen shumë keq që Tahiri hulli shumë balt me klubin e Lirisë dhe çoi shumë lart klubin e tij. Unë nuk kam ndonjë rrejtje kundër klubit të Llapit në përgjithësi, deri tash ka qenë gjithçka në nivelin e fair play. Edhe mos e bindun edhe unë jam i manitur me ato që ka ndodhur ditë, se kam prit një gjë të tillë, të them sinqerisht. Unë kam ku prej kryetarit do të thotë zoti Dexhat Dumnica na pres, në të vërtetë pasi që unë kam prit disa herë. Sa herë që ardh në prezant e kam prit, sigurisht edhe Tahiri është i informuar për këto. Nuk kam prit të më shtroja i muqërimin në kuq, po thjesht që të jemi me një pozicion ku jemi sigurt, ne ishim 5 anëtarë të kryesisë, kemi qenë në mesin e turmës së tifozëve të Podujevës të Llapit, do thotë. Ne jemi pra si moment kemi qenë të sigurt. Ne kemi pas frikë dhe të gëzohemi golave tonë që kanë rënë aty, edhe nuk kam prit një gjë tjetër, them sinqerisht, që kemi dhënë fotel aty se edhe ne kemi atëfar lozhën tonë mjaft modeste me drasa aty ku kemi, do thotë aty presim mysafyrt. Të gjithë ata që ka mundësi të binë kontakt, i thras, edhe takuam personalisht me ta, i ftoj për një pije, për një gotë ujë, të gjithë mysafirët një koqirë, do thotë, jemi një koqirë të mirë, ku të më thonë to, edhe që ajo kalon, do thotë që në gjatë nuk ka pas mundësi me në ta fërmeja, se ka përgatit gjithë shka më herët. Në kur thamë në kartonat të verdë nuk jenë dhonë rasisht, jenë dhonë për marrë të shkuj kuqi, mos më hamë që aty ka egzistu kontakti është, mësë e vërtet. Sa që s'ka shqirë kartoni kuqi. Jo, shqirë se tërheqja trup e lojtarit. Normal një kundër aksione, cilë është kartoni i verdë. Po, këtë pari nuk di që që ka marrë, kurse saj për këtë dytë është me të drejtës. Në kartona, ajo është në thash, 90 minuta mund është ju me folë, bas të aty une. Nuk merët me gjëra tjera në presidentin i klubit sportiv, që me ndonë që Allahu që funksionon klubit tina që 2 vite që është në imë që 4 vite, edhe që 4 vite Llapi do të ka bërë një rikthim. Dhe të di që në Gjatëmnica është një futbollist, edhe një donatorë, edhe viteve të 90-ta, në kohët më të vështira, kur ka funksionu futbollin në Dumicë, dhe në livat e Dumicës e kam bëjt gjallë futbollin llapian, kështu që për ndryshe dhe tash një njëri shumë fair play, aja pse nuk ka qenë komoditetin e thëmë publikisht, nuk kena vend të mjaftueshëm për tribuna, apo vend që me të vërtet i prisëm shikus, ku në ende nuk kena. Mirsadit i ka shku mesazh shumë mirë që do të vesh në derën dhe hyrjen kryesore, dhe do të pres, pse Mirsadi është vanu, do të duke shtarë me ku presidentin i klubit, nuk ka ku të pres të dera disa të vjen. është dosht vi me ku s'kona ku shkojnë në Liri shumë mirë dhe Mirsadi shkojnë në bashkëresh me lejtarët. Pastaj do të është ajo mikpritja, nuk ka të bëj, sa për këtë gjëra të tjera do të thotë unë edhe Mirsadi nuk mund të vlerësoj mirë ekspertat edhe në organet kompetente të Federatës Futbollit që na duhet i besojnë, para syse janë institucionet tona të nivelit më të lartë. Ata do të vendosin gjithçka që ka qenë, por nuk duhet nëse një refer e bën një gabim gjatë 120 minuta dhe thuhet se ka qenë ndeshje skandaloze, nuk është mirë për futbollin. Mirsadi thotë se më shumë ka pasur mos te kartonet e verdha. Nuk ka kartonet e verdha, unë s'po du tash kthehemi te ndeshja, dish kena pas 5 kartona të kuq që na po diskutojnë në kartonat e verdha, si nuk diskutohen. Çdo ndeshje kur është ndeshje Do të kthehemi shumë shpejt tek ndeshja Drenica Llapi. Do të marrim një mendim nga kushtrimi, një gjysmëfinale me 4 skuadra si Llapi, Besa, Trepça dhe Drenica. Jam befasi për ti? Po kyqen për të... Nuk janë 3 skuadra dhe para në renditje momentalisht si Trepça, Don, Prishtina dhe Ferro. Do thot për mu, tash duke fjalia përgjigjja ime e parë duke pak si cinike në raport me Prishtinën. Por më duhet kampionatin ta vlerësoj në mënyrën sa më profesionale, të jem sa më profesional. Së pari Prishtina ka pas për Prishtinën ky sezon është i dështuar totalisht. Do të thotë, Prishtina ka pas ekip me lojtar shumë të talentuar, me ekip me lojtar shumë me përvojë. Organizimi nga presidenti i Prishtinës ka qenë në mënyrën më të mirë. Do të thonë, çdo gjë ka funksionuar siç është më së miri. Në Prishtinë ka qalu mungesa e rezultatit. Për rezultate janë përgjithë ata që drejtojnë skuadrën. Për atë, për Prishtinën, kjo ka qenë një sezon shumë i rëndësishëm për ta. Për Prishtinën 4 vjet, Prishtina mos me u bë kampion, nuk besoj që ka ndodhur. Për Prishtinën, në poshtën thyen shumë statistika që nuk kanë ndodhur deri më tani. Prishtina i ka në këtë sezon Prishtina në këtë sezon shumë skuadra kanë thyer bajgi statistika që kohë gjatë nuk janë thyer në raport me Prishtinën. Organizimi i Prishtinës do të thotë i kanë pas të gjitha kushtet, kanë shku në përgatitje.
Fushat nuk kanë ekzistuar, por fushat për stërvitje kanë pas gjithmonë në dispozicion të skuadrës kanë qenë. Skuadra ka qenë me lojtar shumë të mirë, ki pas dy skuadra që kanë luftu secila për 2 pozita për një vend. Do të thotë është mëkat për Prishtinën. Mu më takon me folë për Prishtinën, se jam fëmijë Prishtinës, kam historinë klubin e Prishtinës, për atë mund të flas për Prishtinën, sun më han kërkush këtë çështje. Do të thotë Prishtina këtë sezon ka dështu, ka pas shansën që sezon në ardhshme me startu në mënyrën prapë më të mirë, me as titull, as kupën. Do të thotë, ndërsa sa i përket skuadrave tjera, normalisht Trepça 89 është edhe ajo ka rarë befasi, do thotë edhe ajo nuk është pritur, si skuadrë që po pretendon që është për luftë për titull, nuk është dashur me ndodhte Trepça 89, njëjtë Feronikli ka has nëse i tash është me Llapin, 2 skuadra kanë qenë, prap ajo një lojë, ka qenë një lojë, do të thotë një lojë, 2 skuadra afër njëra tjetrës, aty nuk më të them që ka qenë befasi, prandaj Feronikli është skuadër që po mbetet në luftë për titull e vetmja nga këto dyja. Prishtina Llapi më vetëm janë përshëndetur për luftë për titull. Llapit i ka mbet lufta për kupë edhe faktën janë diku. Po. Atëherë do të shkojmë me kronikën Drenica Liria, Drenica Llapi, më falni, e zhvilluar dje në stadiumin Bajram Alia, përgjithëtori kryesor Bajram Gashi dha 5 karton të kuq. Me shumë tensione, tërheqje të lojtarëve nga fusha dhe 5 karton të kuq, u mbyll ndeshja mes Drenicës dhe Llapit, që ju takoi Drenicasve me rezultat 2-0. Derisa pjesa e parë nuk prodhoi gola, disa raste shënimi, golat u lanë kryesisht në pjesën e dytë, ku u dhanë edhe kartonet. Në minutën e 73 shkaktohet ndërhyrje pa lejueshme për Drenicën, ku pason kartoni i parë i kuq nga gjyqtari Bajram Gashi, që ngjyrën e kuqe pas 2 të verdhëve ja tregon Egzon Sinani të Llapit. Në këtë rast Taulan Dajaku me mjeshtëri shënon nga goditja e dënimit. Me pas vinë edhe protesta tjera dhe Gashi ndëshkan me karton të kuq edhe Lumbart Salihun dhe Kushtrim Shabanin. Në këtë rast proteston ashpër bankina e Llapit, për çka trajneri Tahir Batatina vendos ta largoj nga loja skuadrën e tij. Pas disa minutash tërhiqet ky vendim dhe ndeshja rifillon sërish. Me pas Gashi ngjyrën e kuqe e përdor edhe ndaj lojtarëve të Drenicës, shkëlzen Lushtaku dhe Dugaxhin Gashit. Në minutat e fundit Drenica gjen edhe golin e dytë përmes Kreshik Lushtakut, duke shënuar një fore të rëndësishme për mbijetesë, kurse Llapi me këtë humbje mbetet mbrapa në luftën për titullin kampion. Ndrojmë televizionis një për pamjet, nuk i patëm gjithë kartonet e kuq në pamjet të Llapit, që ka ndodhi realisht? Asë që më dikoj në gjyqtari? Po do të në prapë, për këthina nga që diskutu maret, nuk duhet jo maj që do të vlerësoj gjyqtarin në organet tona kompetente, është federata, jo institucionet tona, ato do të marrën me referim arbitrin, se qka ka ndodhë kënë ndeshje, asë njerë do të një trenira ndashtë të ndeshje, mund të kemë tensione, por na nuk mund vendosim se qka si ka referu referi, por si do që tjetë do të ka qenë, unë në gjithë referat mendoj që mund të gabojnë, dhe zë njeri gabon, vetëm Allah është i po gabu shumë, por dje Bajrami ka qenë jashtë detyres dhe jashtë nivelit, të di që më të vërtet prej minutës 8, kur lejtari Llapit del për balë portes dhe nga prapa rëzohet nga lejtari kundërshtar, nuk epet kartoni kuq, ato do të është vrejt se nuk është diçka rregull, por prapë ja lëm kohë se mund të jetë një gabim cili nuk e ka pa shumë afër ka qenë referi, pastaj golin, ne kanë shënu gol në pjesën e parë, mbrana vijës, avaja golin është anulu. Nuk e kemi disi se keni. Ka fillu do të pjesë e dytë, gjithmonë do të është vrej që Drenica dhe fajet nuk i ka Llapi pse s'ka ta luftoj sot për mbijetesë, le të financojnë më shumë, le të punojnë më shumë, jo tash në momentet e caktuara ta skalojnë situatën e futbollit për çështjet e tyre personale që çfarë foj pati Drenica s'kan financu, por çfarë foj ka Drenica këtu? Po foj ka Drenica për arsye të ditë që më të vërtetë u dikën ndikimi referit që ka qenë te Drenica, nuk pranohet goli, nuk jepet kartoni, pastaj fillon në refer i cili një arbitër nuk duhet foli para ekspertit që këmë të prezent kësumit, por nëse
Me të vërtet e shon lojtarin me familje, vetëm kërkën që t'jap atij në karton. Telombar Sali është djali që ka nga Austria dhe me të vërtet ai ndoshta shumë mirë dhe gjuhën, nuk ta din ju portofyri djali kulturuar, shkon në shon do thotë në lojtar tillë vetëm për të gjetur arsye për t'i jap kartona. Ai thot faleminderit, ky jap kartonin dhe kush pse po i thot faleminderit, nuk më ka ndodhur. Do thotë pastaj prap vazhdon. Ajo që kanë qenë përmes media ka qenë i gabim. Unë nuk i kom thirrë ekipin për ta tërhequr. Unë kom thirrë presidentin e klubit me dalë jashtë, vija lojtar dhe me çesu lojtar mos më ndëshku edhe me karton. Desha për disa minuta i kom tërheq lojtar. Po duke tërhequr lojtarët. Çka desha të bëni? Po, arsyeja qëllimi ka qenë me tregu lojtarën me qetësu se nëse merret dhënë karton jesë me 7 lojtarë në derbi të deshë. Dhe nuk i keni pyetur Agim Hasani për dënimin? Agim Hasani s'kam pas nevojë as të marr me to bile, e shihni mediat, as s'kam dashur me fol me to me komunikuar ato pallavra që kanë qenë përmes forës që kum sutu me Agim Hasanin, por me ekipën time nëse ne marrim me një karton na do të dalim nga desha dhe atëherë do të penalizohemi me 6 pika posa është rregulluar. Do duhet të heqishin edhe 3 nëse nuk ka bëj. Për shembull, do të ndeshjen mund ta vazhdosh me 6 lojtarë në fushë. 5 karton të kush nëse është 5 mas 4 karton. Keni pasur drejtë edhe 2 karton të kush më marr. Ajo ka qenë qëllimi që me çecu lojtar, në 7 lojtar ndërpret. Po, me 7 lojtar ndërpret. Ai ka qenë qëllimi që me çecu lojtar të luajnë desha, nuk është më rëndësi. A do të hupum apo do të fitojnë, por arsye se janë organet që do ta vlerësojnë, edhe 5 kartona të kush, 3 kartona të kush që t'jap shllapit për llapi. Unë kam qenë përgatitur bashkë me presidentin dhe lojtar kryesor s'ka luajë këtë deshe, edhe pse me këta lojtarë kam mund renicën, e kam poshtë vendin e vet, por do thotë unë kam ditë një filozofi të ruaj ata lojtarë mos të marrin kartonat e kush të mungojnë deshën derbi që kanë për kup, kështu që prapë unë nuk më pengon në rritjen e qëllimit që kemi si klub si skuadër. Do të ta pyesim me zonë Ismail për rastet. Do ta them publikisht, nuk i kontribon futbollit kosovan në referim i tillë. Por arsye se referi duhet të jetë psikolog i mirë, nuk duhet ta provokojë lojtarin, por duhet ta menaxhojë situatën. Ju ndoshta të kërkoj me domos. Ne po i shohim dhe ligat evropiane ku referi largohet nga lojtari sa më larg për të mos dhënë karton, ndërsa këtu japet kartoni kuç si mbashkë të bobës, dhe mendoj se kjo ka qenë shumë e keqe për futbollin jap hije, keqe futbollit kosovar. Nuk ka mundësi asnjë Bajram Gashi ta prish futbollin kosovar, të ditë që me vite të tëra kanë punuar shumë njerëzit, shumë gjenerata kanë sakrifikuar që të pranohet futbolli kosovar. Presidenti i Federatës Futbollit Kosovës ka bërë gjithçka që na të pranojmë dhe tash na t'ja prishëm jeshtin punin dhe vet, mendoj se nuk është e mirë futbolli. Atë ta marrë një mendim nga zotri Kosumi, është e vështirë për të vlerësuar sepse gjithë kartonet thuaj se janë dhënë për shkak të fjalosë gjyqtare. Mbas incizimeve të juaja sa unë pash, përveç kartoni direkt i kush që ju dha lështakut asnjë këtë tjetër janë kartonat e dy të verdh. Kartoni i verdh kanë qenë të llapit dy kartonat e kush. Kartoni tash po them direkt batatinë se kartoni të verdh jipen edhe për fyrje, edhe për kundërshtime, jipen për tërheqje. Normal kartonet e kush janë direkt janë ato që janë shumë të vrashta, normal që unë nuk mund me thonë, ju thetë duhet me kom psikolog normal që psikologu duhet me pas edhe ekipi, çdo ekip duhet me pas psikolog. Unë pa ta majt një sa kam qenë do të herë si shoqarës referve, pa ta majt një ligjërat 3 orë me profesorin Gjinollin pas psikologjia sportive, normal që duhet me punu edhe aty në aspekt parë. Kartonat e kuq, në bazë të asaj që unë shoh për fjalosje sene, nuk di, në qëse muj me lëshu, nuk di pse qa kam fol, por në qëse është fyrmje, normal që është kartoni vedh. Po fyrmje po nga arbitri të lejtoni, jo nga lejtoni. Nuk jam, unë tash, këtu nuk muj me pa, as jo nuk mundi me shiku, as unë nuk muj me shiku për shama dhe nuk muj me dëgju, a ka qenë. Bazë kësaj është një reagim, edhe i lojtarit, i cili për shama dhe thot, kartoni verdhi dytë, pse o dhonë, vetëm lejtari cili futet deshe ka pas 2 minuta dhe kontaktin e parë me topin është dhënë kartoni. Kontaktin e parë, nuk ka pas edhe 4 herë të verdh. Kontakti i parë. Unë veç po të them që kartonat, ja, kartonit 2 të verdh tash janë normal që janë bazë të 2 lojtarëve të cilët për shkak po. Kartoni direkt i kuq që ka dhënë lojtarët për start brutal. Po. Edhe gjitha këto që shifin këtu janë kartona me drejt, por duke mos hynë ata se çka kanë biseduar me vete. Nuk e di se unë nuk jam njeri që mund me ba. Por nëse ka pas fymje, unë thash, për fymje të ndaj gjyqtarit, për tërheqje,
për shumje, normal e lojtarit, edhe lojtari mes dy lojtarëve vetë që se ka fyme mund kartoni verdh dhe kartoni këshmar. Po, e vërtetë. Nuk ka pas fyme me arbitrin. Arbitri ka për dyshe duhet ta bëjmë publikisht. Arbitri e ka shoh me familje lojtarin që on nga Austria. Trener, është krem për futbollin. Gjyqtari lojtarin. Gjyqtari lojtarin. Kjo që nuk e kemi këtu dhe që nuk kanë drejtë shprim. Ai ka shpemën cilën e përdor, faleminderit arbitër Llotarik, që kanë nxjerr kartonin tjetër të verdh. Pa pos karton marrë dhe kanë të kuqin. Baz rasteve dhe baz bisedave që për shoh ka kundërshtime dhe ka fjalose. Por tash, kush e ka fillu fjalose nuk do të hynë ato, por do t'i besojmë gjithmonë një njeri i cili është delegum nga federata. Jo në organet cila për shemb me siguri do të jetë vëzhguesi, është kontrollori i cili do të japin edhe shefi tyne, edhe ata do të marrin përsipër se çka ka bë. Mbas këtyre çka unë po shoh të gjitha kartonit janë për një ndoshta fymje, ndoshta shtyrje në mes vetit, por unë po them që kartonat e dy të verdh vjen pason e kuqi këtë me drejt, bos raporte, edhe kartoni kush direkt i luftakut me drejt, i cilë edhe lëshoj mënyrë sportive loj. O mirë, po edhe sumën du të thëmë që me të vërtetën organet që du të vlerësojnë, se si ka ndohë, për 5 karton të kush t'jepen, pa pas farën, du të thëmë ndeshja në mes Llapit dhe Lirisë ka qenë perfekt. 4 gjyqtarët e kanë kuvjet, të gjithë dëgjohen me vete. Mund, nëse jepen gjithë shumë. Ka funksionuar shumë mirë. Jo, ka lojtarët mes vete kanë qenë. Jo, lojtarët e juaj kanë shpërndar grushta dhe shuplaka në llogaritë e lojtarëve tanë. Mu vjen shumë keq lojtarë që kalojnë deri deri. Të Liria, ka të diskutuar për Drenica, përmendet Llapi Liria. Mund me diskutuar. S'ka pas bëj prefekt ka qenë, fair play ka qenë mes lojtarëve të Llapit të Drenicës, veç kontakti i fundit që ka qenë pas eskalimit të situatës, gjithçka ka qenë prefekt. Këtë ndeshje e vlerësojnë përgjithësian është federata, institucioni më i lartë, por e ka prish arbitri pikërisht ndeshjen. Jo Drenica, jo Llapi, prefekt ka qenë ndeshja. Jashtëzakonisht mirë, do të thotë, por unë prap pisha do të thotë skadat kur vjen fundi i kampionatit, nuk i ka foj Llap. Faj, as Llapi, as Ferikeli, ju ka faj vetja, se së organizohen, dhe tash të vinë, kërkojnë që ta fitojnë ndeshjet me zër, nuk mund të fitojnë ndeshjet me zër, po duhet lujnë futboll, dhe une, sa t'jam Llap bashkërisht me Drexa Domice, nuk do të kalkulojnë në mas një skuadër, a do të bje ligën e 5 apo ligën e 6, do t'jena fair play futboll, dhe do t'lujna fair play futboll, dhe aj që t'jetu ligë tjetë, pastaj do të kulturohen futbolli kosovar, se nuk ka mos gjëra cilat kanë ndodhur, por arsye se na jena në vëzhgimin e FIFA-s dhe UEFA-s dhe ne nuk do të tolerojna por asë një milimetër të lëshojna për në aspekti profesional. Do të jetë Llapi, do të bje poshtë, apo do të bje Liria, apo Drenica, është çështje profesionale, por ne do të luajna futboll ashtu siç ka i futbollit kosovar dhe futbollit evropian. Jo në zina me gjëra cilat janë. Do të shkojmë, ka sa përket Drenica, Llapi do të shkojmë në ndeshjen tjetër të zhvilluar sot në Ferizaj, ndërmjet Ferizajt dhe Lirisë 0-0. Ndeshja e Gjiros së 22 mes Ferizajt e Lirisë mbaroi me barazim në shifrat 0-0. Në stadiumin me bar artificial në qytetin e Ferizajt, as vendasit as mysafirët nuk ja dolën të shënojnë, duke u kënaqur me nga një pikë të dyat. Në fillim të takimit, të parët që arritën të rrezikonin ishin mysafirët Prizrenas me anë të Florent Osmanit, por portieri Leotrim Rexhepi ishte në vend. Më pas radha ishte për vendasit, të cilët fillimisht rrezikuan me Murat Adilin. Por ishte Rugji ai që shpëtoi portën. Ferizaj vazhdoi me dominim edhe pjesën tjetër të takimit. Edon Sadriu gjuajti mirë pas një aksioni të vendasve, por shtylla shpëtoi Lirin. Rast kishte edhe Behar Bardhi, por edhe goditja e tij ndalet në shtyll. Armend Rugji rrezikoi portën e tij, por pas sigurinë e portierit të mysafirëve nuk arritën ta shfrytëzojnë vendasit. Dy rastet e fundit të pjesës së parë u takuan Prizrenasve. Fillimisht Qibuese nuk e shfrytëzoi gabimin e babait dhe doli huçi vetëm me portierin Rexhepi. Më pas radha e shtyllës erdhi te Liria, pasi Liridon Fetahaj nga goditja e dënimit për pak nuk e mposhti Leotrim Rexhepin. Në pjesën e dytë, edhe pse loja e hapur vazhdoi, të dyja skuadrat ishin më të kujdesshme duke u koncentruar më shumë në kundërsulme. Maliq Beluli, në fillim të pjesës së dytë, rrezikoi portën Prizrenase me anë të një goditje. Derisa Liria me Qibuezen e Fetahajn nuk mund të depërtonte lehtë para mbrojtjes vendase, për çka edhe rastet në pjesën e dytë u munguan. Rasti i fundit në takim u takoi vendasve, por krosimi të Belulit nuk ju përgjigj askush.
Në fund, Feriza Iliria 0-0, barazim që Ferizajn e mban ende në zonën e rrezikshme me 21 pikë, sa ka edhe Drita në pozitën e 10, derisa skuadrën Prizrenase e mban në pozitën e 7 me 25 pikë. Pas ndeshjes, edhe trajneri i vendasve Argjend Beqiri, por edhe i mysafirëve të Liris, Agron Beseni, dukeshin të kënaqur me pikën e fituar. Na sot e kishim për detyrë me i marrë 3 pikët, por në futboll na duhet me ditë se sigurt nuk ka, veç dekja është se sigurt. Na i kena dhonë maksimumin, kena pas 3-4 shtylla, nuk kena pas fat, por edhe kena lujt çish duhet, për shkak ndonjëherë duhet edhe fati të jetë në anën tënde. Nga ana tjetër mund them se djemt e dhanë maksimumin, edhe nuk ka asnjë për angazhimin, nuk ka asnjë problem, por normal finalizimin e rasteve duhet jena ende më të koncentruar. Po sigurisht që për neve ka qenë një pikë e madhe, po spori duhet t'i përgëzoj të dy palët e shikuesit që kanë qenë nivelin më të lartë. E pata dhe vetë loja ka qenë jashtëzakonisht e mirë. Kemi mujtë edhe të kthehemi me këto 3 pikë, sidomos ju uroj djelmoshave për këtë angazhim për lojën kolektive dhe lojën burnore. Rrugtimi jonë është i gjatë. Sigurisht që Liria do të jetë një orë fort për gjitha skuadrat e Superligës. Në ndeshjen e parë të rrethit të tretë të garave, Ferizaj është mysafir i Prishtinës, derisa Liria udhëton në Mitrovic për përballje me Trepçën 89. E po barazim në Ferizaj, i jeni të kënaqur? Po, spori duhet të ndërlidhe me ato, që këtu është kultivu fair play. Edhe është shumë e kënaqshme kur shkon dikun edhe pritesh mirë, edhe përcjellesh mirë në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe pse Ferizaj është mjaft i rrezikuar, ndoshta ne jemi pak më solid në këtë rast, na pritje dhe na përsolli ashtu si ka e futbollit. Ne jemi për ato, në prezent dihet që vjen çdo ekip, kush do vjen do thotë luan futboll dhe më i miri fiton. Kur në asnjë rast do thotë nuk dalin të zhgënjyjmë mysafirët. Edhe me humbin me fitore do thotë për neve është gjithçka njëjtë. Ne jemi për ato, mas që tha dhe kolega tani Tahiri që jemi të vëzhguar prej UEFA-s dhe prej FIFA-s. Kjo është nësi ne duhet të kontribuojmë sa më shumë, që vërtet të japim një shembull dhe t'i tregojmë edhe botës ne meritojmë. Po fatkeqësisht kjo nuk po ndodh çdo herë të gjitha talentet e qytetit vetor në Kosovë. Sa i përket lojës, jeni të kënaqur? Ishte një angazhim i madh, vetë pranuan edhe kryesia e Ferizajt që ishte ndeshja më e bukur e tyre deri më sot do thotë. Kishte goxha shtylla. Po, tam jemi të kënaqur. Ishte pasqyrë reale në ndeshjes, po mendoj. Nuk ka pasur ndonjë rast diskutabil, e pyeta duhet një Rodorin nga Stoni që ka qenë ndeshje, ka qenë thotë gjithçka korrekte sa i përket referimit, ishte ashtu? Diskutabile pas kanë qenë veç shtylla për ballën. Ajo ishte këtë. Atëherë do të shkojmë me ndeshjen tjetër, Prishtina Drita 0-1. Nuk e kemi pa gati, do të shkojmë me Gjilani Besa 0-1. Edhe këtu është nojnë fitore mysafirët. Besa fiton sfidën e skuadrave pa nevojë tike për pikë në Gjilan, duke mbyllur fazën e dytë të kampionatit me 7 pikë më shumë se skuadra Bardhe Kuqe. Pritej më shumë nga Gjilani duke ditur që përkundër riorganizimit të klubit dhe mbështetjes financiare, kishte shënuar vetëm një fitore në pranverë, dhe atë ndaj Hajvalis, por megjithatë vendesit u dënuan nga një gol i Gjevdet Shabanit në minutat e fundit. Në pjesën e parë dy skuadrat tentonin ta dominonin mes fushën, duke mos preferuar që të rrezikojnë shumë prapa. Arbër Plekazi ju afrua golin nga goditja dënimit, por Donat Kaqiu u treguaj sigurt. Ashtu si që ishte edhe Arben Beqiri në anën tjetër pas këtij tentimi të gjilanasve. Rastet më të mira për gol erdhën në pjesën e dytë, me Besën që ishte gjithmonë e rrezikshme nga djatha me Gjevdet Shabanin, i cili në këtë moment gjeti bukur Floren Qorajn, i cili goditi mbi port. Gjilani ishte i më rrezikshëm përmes krosimeve nga krahët, si në këto dy momente kur megjithatë mysafirët shpëtuan për pak. Kur sfida po shkonte drejt barazimit, Gjevdet Shabani zuri të përgjumur mbrojtjen vendese dhe shënoi me gjak ftohtësi për 1-0. Këmbërshpeti konfirmoi si lojtari më i rëndësishëm i skuadrës këtë sezon. Gjilani u hodhi në sulm për të kërkuar golin e barazimit, të cilit ju afrua Beti Magjimusa nga goditja dënimit, por Beqiri priti me sukses. Përfundimisht 0-1, me Besën që forcon pozitën e 5 dhe me Gjilanin që rrezikon vendin e 6. Në javën e ardhshme, Gjilanasit presin Hajvalin, ndërsa Besa luan në shtëpi ndaj Trepçës.
Na sikur që dy ekipet duke falendëruar gjyqtari, një pamje mirë, a e fundit. Normal se dy ekipe, unë thash edhe kryetari i Lirisë se Ceki tha dy ekipe që luftojnë për një pozitë më të lartë. Kam qenë edhe ndeshjen që është zhvillu që referun gjyqtarët të Maltës, Ferizaj Trepqa, dhe ajo një ndeshje jashtëzakonisht fair korrekte, edhe pse rani golf nga pozita jashtë lojë, po çesh ka qenë i shpejt, sa që unë isha ullë në afër me drejtorin sportiv të Ferizajt, cili nuk ka reaguar hiç, e murëm golën, po normal, për çfarë jeni media që i tregon edhe gabimet e referëve. Po lojë fair korrekte dhe nuk kemi guxuar dishoj. Lojë jashtëzakonisht fair korrekte, kur e din se dy ekipet luftojnë për ekzistencë, ose për mos me shkum barazh ose për mera. Ajo është për kënaqësi. Me ndeshjen Prishtina-Drita. Drita ka mposhtur Prishtinën pas 15 viteve si mysafire me rezultat minimal 1-0 në përballjen e zhvilluar në Zair Pajazitin e Podiev, e vlefshme për javën 22 të vala Superligës. Përballja e zhvilluar të shtunë ka qenë ndër më të dobta të këtij edicioni të garave në elitën e futbollit kosovar, e sidomos pjesa e parë kur u pa vetëm një gjysmë rast. Në 45 minutat të parë të praneshmit po vetëm një goditje të Grajqesit të Prishtinës në minutën 35, e cila përfundoi jashtë. Në pjesën e dytë Drita u tregua më rrezikshme dhe arriti të shënojë një gol që në fund pati vlerën e 3 pikëve. Së pari Bergen Maliqi gjuajti jashtë portës, e në rastin e dytë Leotrim Kryeziu qelloi tërthorsen. Prishtina mundua të gjejë golin e përsisë në minutën 65, por Shem Gelmendi nuk arriti të shënojë pasi ndërhyri portieri Halimi. Në tentimin e tretë Drita kaloi në përsi në minutën 78. Arno Ramadani qelloi tërthorsen dhe topin e rikthyer e dërgoi në portë pas tentimit të dytë Leotrim Kryeziu. Prishtina provoi që të paktën të barazoj rezultatin, por nuk e arriti. Madje në fund të ndeshjes kërkuan penalltinë këtë rast duke pretenduar se Zeneli kishte luajtur me dorë, por gjyqtari Fatmir Tahiri hiqi dhe kështu ndeshja mbyll me fitore e Dritës. Nuk mendoj që ka qenë ndeshja më e dobët e Prishtinës këtë sezon, pasi kemi luajtur edhe më dobët ndaj Hajvalis. Sot dështuan më sfuq dhe në lojë kishin disa lojtarë të ri që kanë ndikuar. Kemi pasur mungesa të mëdha të Dallkut, Kukajt, por të Januzit që keni harruar. Mendoj që me këtë humbje nuk kemi gjasa për titull. Kjo humbje largon Prishtinën nga gara për titull, derisa Drita me këtë fitore mball gjallë shpresat që të ikë barazhit. Ein paar Wochen, wir haben hier heute ohne 4 Leute gespielt mit 3 18-jährigen. Kur lun kundër Prishtinës, nuk e ki komoditetin gjithmonë ta kesh edhe posedimin e topit edhe iniciativën. E rëndësishme është fitoria. Ne i kemi ditë pikat e fortat Prishtinës, e kemi ditë se kanë pas ndeshje para 3 ditëve, ndërsa tash kanë qenë pak më të lodhën këtë ndeshjen edhe e kemi ditë atë, i kemi qitë gjitha letrat në pjesën e dytë që ta fitojmë ndeshjen. Do të shohim edhe një rast diskutabil nga ndeshja Prishtina-Drita për diskutuar, më pas për të analizuar këtë takim dhe Prishtinën përgjithësi me Kushtrimunishin. Do të shohim një rast, një penallti e kërkuar nga Prishtina në minutat e fundit, por dyshoj se ka prekur lojtari Dritës me dorë. E kam shikuar këtë ndeshje, nuk ka teori të jetë penallti, sepse këtu duhet të mirën tri variante, 3 sene dhe çfarë janë. Është shpejtësia e topit, afërsia mes lojtarëve, edhe dora e natyrshme apo jo natyrshme. Duket gjyqtari pak larg këtu nga. Gjyqtari ka qenë pak larg, por në bazë të asaj se kom përcjell lojën, nuk ekziston penallti. Faleminderit, do të kthehemi Kushtrimunishit. Fillim e thotë se e presnit. Gjithë e presnit fituarën e Prishtinës ndaj Dritës. Ti të kundërtën. Unë, si thash edhe më parë, fituria e parë e Dritës pas 14 vitesh si mysafir e Prishtinës. Këto deshta t'i them, do me thonë shumë në këtë sezon Prishtina ka thy, ekipet ndaj Prishtinës kanë thy shumë statistika që kanë qenë kohë gjatë të pathyra. Njëjtë edhe Gjilani ka bërë fitoren e parë ndaj Prishtinës, tash Drita. Pa e mohu, do me thonë, Prishtina e kom ditë, do me thonë, loja Prishtinës ka qalu në aspektin organizativ të saj, në punën brenda skuadrës, në vazhdimsi ka qalu dhe kam qenë i bindur që Prishtina nuk është duke zhvilluar në lojë të mirë. Edhe kur kam pas parasysh Dritën me ardhen në Dritë Ismet Munishit, loja Dritës ka përparu. Drita ka tregu shumë më karakter se Prishtina, edhe nuk është befasi Drita që ka fitu ndaj Prishtinës. Do me thonë, është rezultat për mu real, e kam pa dhe lojën, nuk po flas as
me naj emociona, shumë qetë, me... Njëra prej ndeshje më dobta të Prishtinës. Më dobta, do më ka qenë shumë loje dopt, drita ka tregu karakter, sidomos ajo shembull është i karakterit të pësimi i gollit të Prishtinës. Do të thotë 2-3 herë presionin e bëjnë lojtarët e dritës, Prishtina nuk janë gjendje me futbollisti i saj me dëbu topin ose me reagu në mënyrë më të mirë, do të thotë ka mungu përqendrimi. Për ata po lidhem edhe deri që nga fillimi. Prishtina me strukturën e lojtarëve që ka pas, me presidenti, vetëm presidenti të ka ofru i Prishtinës, ka ofru kushte që Prishtina me zhvillu sezon sa më të mirë. Edhe Prishtina gabimi kryesor ka pas kur jam larguar. Me mu Prishtina po të garantoj ndryshe e kis pas punë. Prishtinë ka mungu puna profesionale mbrana në ekip. Se Gjermani nuk është trajner i duhur, sepse keni pasur punë me të, keni punuar me të? Jo, tash, normalisht që rezultatet tregojnë. Për punën, rezultatin e skuadrës, gjithmonë trajneri është ai që jep përgjegjësi. Unë normalisht unë prej fillimit kur kam shkuar në Prishtinë, kam hyrë me rezultat. Kam marrë përgjegjësi që në Prishtinën të ingres futbollist të ri, të i bëj të gatshëm për Evropë, plus kam pranu që të luftoj për titull edhe për kupë. Do thotë Prishtina do rezultat. Prishtinë edhe kam kriju mentalitet, kam arrit që me kriju mentalitetin, me njerë kam fund mentalitetin që duhet të ekzistojë në Prishtinë. Tash, normalisht që rezultatet, aty së diskutohet, ne jemi trenerët, jemi përgjes për rezultate. është doshër të largohet në Dëmoni? është doshër të largohet pasaj ndeshjes së më herët? Aty është çështje e brendshme e tyre, përgjegjësi e tyre. Unë për veti po, isha largu. Unë isha largu. Cili është ilaçi, cila është zgjidhja e kësaj Prishtine? Largohet në Dëmoni dhe të mirë? Jo. Prishtina normalisht, unë nuk kam, zotri Linderman nuk kam asgjë kundër Lindermanit, por duhet ta shikojmë futbollin në mënyrë sa më profesionale. Jo, futbolli është profesionizëm, pa vetëm rezultat. Tahir Patatina ka rezultat, po në gjysmëfinale të kupës e majnë rezultate. S'ki rezultat, shkarkohesh. Normalisht unë ashtu, e shoh futbollin, ashtu duhet me pa futbollin. Sidomos Prishtina, mentaliteti i Prishtinës kërkon vetëm rezultat. Prishtina 4 vjet pa titull është tepër. 4 vjet pa titull është tepër. Ai ka pas si vetë shansën e ka pas shumë mirë. Unë kam garantu, nëse në futboll s'ka garancion, por me punë, vetëm me punë, me angazhim edhe me disiplinë, kemi mujtë me arrit këto. Por të shohim tash në të ardhmen si do të shkojë te Prishtina. Matematikisht ka gjasa ende. S'ka gjasa, s'pagolla. Atëherë do të shkojmë edhe sa i përket fazës së tretë. Liria, Lutanis në ultim me Trepçën 89. Unë fillimisht e thash, ne si klub kultivojmë fair play, e jo një është të bëjmë lojë, luftojmë deri minutët e fundit. Edhe rezultati besoj që edhe do të vjen. Ne nuk jemi në krizë, ashtu si e tha dhe kolega im, do thotë Tahiri që ne jemi në krizë dhe nuk ka lidhje kriza jonë me lojën për kupë. Po thamë neve po zhvillojmë ndeshje të bukura për sy, edhe vetë ka thonë zotri Tahiri që nuk e meriton Liria tjetër aty ku është për momentin, po shpresojmë që përfundimisht do të na dalë e sapi mirë. E presnit këtë renditje pas jasën së dy? Jo, sinqerisht jo, neve ndoshta në fazën e parë na u turturur, si thamë punë ashtu. Pi 5 ndeshjeve të marrë vetëm 2 pika, që kemi qenë mjaft komod do thotë në tabelë, po ndoshta edhe ndryshime të mëdha që kishim me shtabin teknik edhe erdhi dhe kjo do thotë. Tani kemi ardhur te një lojë që po shpresojmë që nuk do të kemi krizë që të him në barazh. Priste llapi pozitën e 4 pas fazës 2? Unë është të mendoj që nuk kemë edhe ato që në këna pretenduar të jenë, do të thotë nuk kemi kënaqur me rezultatet që kanë në kampionat. Por llapi çdo shtetë ende në pozitë më të lartë tabelore, edhe pse janë vetranë, të ditë organizimin e klubit, lojtarët që janë cilësor, ndeshjet, por futbolli nuk ka gjithçka, do thotë
një projekt i cilë e bërë dhe ashtë realizohet nga nere ka ndryshime, për që ta është të dhe interesën futbolli. Por si do që tjetër të lopi lutem, është një skuadrë që rikryqe 2 vitin e Super League, vitin e parë në kampion vjeshtor, ka qenë të 4 skuadrat e para, vitin e dytë në kampion vjeshtor, është të 4 skuadrat e para. Matematikisht asgjë s'ka përfundu titulli, por Llapi është mirë që është në 2 fronte, do të thotë rival kryesor si Trepsa, Talltënon, Prishtina dhe Fermekeli janë eliminu, dhe Llapi është në garë për Kupën e Kosovës. Kjo më bën të ndihmë maksimalt mu, skuadrën edhe bashkëlojtarët, që në deri fund do të përgatitemi maksimalisht për Kupën e Kosovës, që janë gjasa do të shumë të mëdha që ta fitojmë këtë trofe, të ditë çfarë lojtarësh kemi, organizimin e klubit. Plotësoni kushtet apo jo? Për licencim. Për plotësimit kushtet e licencimit ose të nuk do të them është administrata e Llapit e cila është duke marrë ato. Atë që kërkohet do të thotë nga ne na i kena plotësu, shpresoj kriteri më i rëndësishëm do të jetë kriteri financiar. Shpresoj ato që pasi që 3 vite funksionojnë mes zyrtarive bankare, gjithçka është baza e udhëtimit ku Llapi mendoj që vetëm klubi i Shqipërisë ka dorëzuar udhëtimin e klubit në Federatën e Futbollit të Kosovës është Llapi, dhe besoj që ato janë gjërat të rëndësishme që kërkon FIFA dhe UEFA, por sido që tjetër e rëndësishme është për mua si trajner skuadrën na ta fitojnë trofein, por të marrin pjesë në gara evropiane, se kjo është synimi i gjithë futbollit kosovar të gjithë neve. Por sido që tjetër unë mendoj që edhe puna e licencimit do ta shohim, do të thotë se çka do të kërkojnë ata ende më shumë, të di që ata në kanë tolerime, por shpresoj që vitin e parë ata do të kanë disa tolerime të vogla, të cilat me të vërtetë na mundsojnë, për arsye se nëse këtë vetë tani nuk marrin pjesë në gara evropiane, mendoj që është një dukuri shumë negative për këta delmosha, për këta futbollista që më të vërtetë kanë jap shumë vite të tëra dhe tash do të zgjenin, dhe ne si trajnera si do të fillojnë kampionatin e sezonit në Arsh apo në vitin e kaluar kur nëse ne marrim pjesë në gara evropiane është vështirë të motivosh në aspektin psikologjik sportiv ata djem sa ata kanë pritur që të pranojnë një ditë dhe ta tregojnë veten në arenën ndërkombëtare. Kjo është e rëndësishme. Se po nuk kemi shumë kohë, do të kthehemi sërish, do të shkojmë një blok të shkurtër të marketingut, do të tentojmë të kemi edhe golat nga ndeshja Trepça 89 Trepça, rezultati 6-1 dhe do të bisedojmë gjithashtu në referimin në përgjithësi edhe pak me zotrin Ismail Kosumaj. Rikthehemi në studio, vazhdon debati jashtë kamera Mirsat Qellaku Tahir Batatina për ndeshjen Llapi Liria dhe i rikthehemi ndarjes së drejtësisë, zotri Kosumaj, ka përmirësim apo jo? Unë mund të thonë se mos këtë vit. Jo, përmesim momentin që janë pranu normal në organet më të mëdha të UEFA-s dhe FIFA-s, edhe komisioni i gjyqtarëve është të punu në drejtim, normal që kanë qenë disa seminare, ne dim që kanë bërë edhe një farë bashkëpunimi me Maltën, kanë referuar në kampionat të Maltës, ata kanë ardhur, mandej kanë qenë edhe në Lituani, disa për çështje të referimit, normal kanë qenë një ndërta edhe një gjyqtari i Superligës. Po them që nuk do të jem të kënaqur, por duhet të punojmë sa më shumë, normal duhet të jap sa më shumë rëndësi edhe duhet të zgjerohet komisioni i cili është në përbërje 2 vjet apo 3 vjet, edhe të fillohet me akademinë e referëve të ri, cila është obligative edhe nga UEFA dhe FIFA, të cilën veç FSHF-ja ka formu për atë 2 jave, në cilën zgjidhen organet e zgjidhen, na momentalisht nuk kemi as instruktor, që duhet të punohen, mas pare të bëjmë instruktor. Vjen keq që thëmë se i vetë me instruktor që 10 vite 12 që jam unë, s'kojmë tjerë më. Nuk ka, po shumë keq në qëfëse kem gjyqtar të vjetër, edhe kanë mundësi më shëndru në instruktor pëse më s'bërë. Dhe të fillojmë me akademinë e trive, dhe të fillojmë pranimin e tyne, dhe të fillojmë me ta. Se normal që se fillon të me grupë mosha 16, 18, 20, 22, normal që për 4 vite, 6 vite, 10 vite, mund është me ba refresh që nesër, mos nesër tjene në arenën dhe kombëtare. Me këta gjyqtarë të pa akuzohen, po ka ndonjë dënim, sepse gjithçka është në fshetas, publikohen dënime ndaj gjyqtarëve, publikohen dënime ndaj lojtarëve dhe klubeve, por është vështirë të merret informacion se çfarë po ndodh me ta. Unë ndim bazë të rregulloreve të cilat janë, edhe ka komisioni i garave, normal që është komisioni disiplinor që për në do të pushojnë 5 ndeshje, mos e bjen në rang më poshtë, riferon në 4-5 ndeshje lig parë, më dhe prapë kthehet, por unë mund të them se janë organet të punu, por normal që thash, asnjëherë nuk duhet të jem të kënaqur, duhet të punojmë më shumë. Nëse kemi problematik, një refer apo 2 refer, tulem të bisedojmë me ta dhe të thonë, ka dalë burrë se nuk është kjo dhe nuk shkon bashkë çështë. Duhet pak qetësohemi, duhet të jesh më tolerant, normal. Është një rubrikë të na që thonë komunikimi me lojtar duhet të jetë patjetër, por komunikim
Çaq komunikim për shkak sportiv, saqë ti nuk mund të zgjat atë komunikim me një lojtar, që është 1 minutë, 2 minuta pak. Janë 2 llafe, thonë ç'kjo ç'kjo, ma të tjerë vazhdojnë. Kushtrim ka përmirësim në dorën e drejtësisë, se shijuat këtë sezon edhe pak. Si as njës në këtë rast. Jo, normalisht. Po them që ka se 2 raste 3 që tash kanë fillu. Në fillim ka qenë shumë korrekt, nuk ka pasur as ankesa, as komunikata nga klubet, ka ndodhur kryesisht në 3-4 javë. Tham e këtyra lojën ndeshën vllaznia me Teutën. Lojtari shumë, jashtëzakonisht lojtari një ndër më të mirë në Teut, Progni, 2 kartonat e verdhë mbet në 55 minutë me Teuta pa një lojtar, kartonin e verdhë e mur për zhagitje, normal që zdej këtë gjytin e lirë, kurse dytin e mur 55 minutë për simulim. Që shumë pak janë të na, edhe gjyqtarët janë të përdorë, se simulimin 16 pa tjetër do të jepet kartoni i verdhë. Gjithë shysh, pa marë parasysh kush t'jenë letjet. A do t'jetë kartoni 2 i verdhë që vjen pasoni kuqi, duhet pa tjetër. Simulimi është një ndër ato dënime që duhet pa tjetër të përdorin edhe gjyqtarët tonë. Po, kështu? Po, edhe unë kësha me thonë që ka përmirësim tek gjyqtarët. Normalisht që gjyqtarët edhe mund të gabojnë, janë organet kompetente që duhet, aty të gabimet, kur të bëhen gabimet që janë flagrante për shembull, duhet të reagohet nga organet përkatëse të federatës. Edhe gjyqtarët publikisht, normalisht që sa i përket trajnerëve e këtyne duhet të ketë pak parasysh që mos të kritikohen shumë gjyqtarë, është kush i dënon ata, pasi që edhe ne si trajner mund të marrim dënime, për atë duhet pas kujdes edhe në për deklarata trajnerët kur të flasim rreth gjyqtarëve. Por për mos me fol ne, organet përkatëse të federatës duhet të jenë sa më strikt në tek gjyqtarët, sepse tash nuk mund të them se edhe gjyqtarët, edhe liga është të shku një nivel. Domethënë edhe liga jo nuk e kemi në ndonjë nivel, as gjyqtarët. Në vazhdimsi, niveli gjyqtarë dhe i futbollit Kosovës është ende larkë që ne mëtojmë me qenë. Edhe gjyqtarë, edhe lojtarët, edhe trenerët duhet të jenë sa ma shumë me punu, sepse tash e di për shka po lufton, edhe për shka po punoj. Ashtu është. Gjyqtari duhet sa ma shumë të punoj në mënyrë se cili do të profesionale, se nesër punën e vetë mënyrën sa më profesionale. Ajo, atëhere ka me pas rezultate në futbollin e Kosovës. Në ndërlinda pak të referimit dhe që është shkurt. Referimit dhe e pomë sezonat që e lem pas dhe ka qenë referim shumë korrekt, shumë cilësor. Ta është në ndim që në tensionet e ndeshëm këtë sezonat, ku dikush lefton për titull, dikush për mbijetis. Por me të vërtet, janë organet tona që do të merren me ta dhe në trener nuk kemë qarën ka njerë për një zonë të e di që me të vërtet ne po punojna. Dhe nëse në punoj të një javën për një ndeshje dhe pastaj një arbitër i tillë ma hub mua 3 pikë, është mëkat për mua dhe për lojtarët që punoj. Por nuk do të thotë që këtë gjithçka është referimi, na kemë gjyqtarë shumë të mirë në Kosovë, na kemë gjyqtarë shumë niveli shumë të lartë, na nuk do të them që nuk gabon, çdo njeri gabon. Por kur janë gabime të pacëllshme për 120 minuta, 90 minuta ne gabim, asu si trener nuk kam arsye për të fut ai arbitër për arsye se ndodhin gjëra të tilla. Por kur vren si ka, do të thotë gjëra të cilat mua e çapo më pengon si trener, duhet të them që thalla Kosumi, duhet punohet ka arbitra të pak ma kulturuar në aspektin e komunikimit me lojtarët. Po më duket që to veç pak shpesh të kartona jo. S'po më përzi, pajtona, jo komunikimi. Nuk jamë kartona për kot. Një fjalë që ne diskutojmë mes vetë. Respektoj gjithë, po jo do të thënë ndoshta më të mirën për një fjalë nëse thotë nuk e faull, ti automatikisht më jap një karton. Do thotë shikojnë në ligat e Evropiane se si referi largohet për lojtarin në momente të caktuara për të ikur asoj. Ndoshta 5 herë edhe me gishta kompotë thonë, ne 2, 3, 4, 5 gabime e nxjerr kartonin. Mendoj që na do të përmirësohemi gradualisht edhe trajnerët, edhe referat. 5 gabime që i bën ato për 5 gabime kur karton nuk jep. Në varet për gabime çfarë është, gabime pak më jashtë, nëse janë 2 gabime të ashpra, tretit jap kartonin, nëse janë 4-5 diçka aty normal që vjen deri te kartoni i verdhë. Do të ndalemi vetëm më pak tek ndeshja Gjilani Liria, si është gjendja e atij lojtarit që ishte në spital? Lojtari ka marrë dhe javën e dytë regjim shtrati dhe ka qenë shumë domon jetike të flasim edhe për këto. Shqola për Vikan Regjaj? Për Albin Memajn. Albin Memajn, po. Ka pas gjatëra të mbrëmshme të syrit, edhe dënimet janë shumë qesharake, edhe që është ndonë për lojtarin, do të thotë për lojtarin e Gjilanit. Lojtari ka godit me grusht,
Këtu shkon një rejtje madhe për delegatin e ndeshjes, i cili ko pas kohë, shifët me tendenca, dhe në prezent kemi pas rast ku ai sillet si një lloj kauboj. Keni sjellur këtu edhe raportin e vëzhguesit. Po, këtu është edhe raporti i policisë, edhe raporti i mjekut, djali ka nejt 3 ditë në spitalin në Gjilan. Edhe aty delegati ka shënuar që ka pas goditje me mbyll, që nuk është e vërtet, ndeshja ka qenë ndalume. Ka qenë tu ekzekutuar një goditje e lirë, ai është qelluar me grusht. Lojtari që ka qelluar është dënuar me 5 lojë mos ndeshje, kurse rregulloria thotë që prej 60 deri në 1 vjet, në varet prej si ka qenë me qëllimshëm apo që pa qëllimshëm. Sigurisht që nuk është i pa qëllimshëm kur ti godet me grusht dikon. Kurse trajneri jon edhe lojtari nga pankina dënohet me 3 lojë mos ndeshje për reagim që referi nuk e shef fillimisht, e pastaj të thotë reagon kur referi i tretë i thotë që ka pas goditje me grusht. Aty në atë ndeshje mentor Balio, po që s'gaboj, ka qenë në rolin e sigurimit për klubin futbollistik Gjironi, që lojtarët tanë domon vazhdimisht edhe zyrtarët tanë të klubit nuk i kalon me dal prej pankinës. Do thotë ka qenë shumë ndeshje me nervoz të teprume. Kuptoj nervozën, po këto nuk ka qenë ndeshje as pak e lehtë as ajo e fazës parë, e zhvilluar në prizren. Aty ka pasur karton kuq, ka pasur kacafiti mes lojtarëve. Pse gjithë kjo tek ndeshja? Ne kemi pasur shumë të mira me Gjilanin vazhdimisht. Keni pasur marrëdhënie shumë të mira. Edhe në prizren Gjilani ka bërë gjithë atë presion, do thotë në ndeshje. Është marrë është dhënë një gol, do thotë nga penaltia, po që s'gaboj domthonë. Kartoni është marrë mas ndeshjes. Nëse jam i sigurt që ka marrur në prezencë si ka ndodhur krejt. Po edhe pse referi kryesor është rrëzuar nga lojtarët e Gjilanit, referi se ka ndërprer lojën. Sigurisht Izmali kishte me vlerësu më mirë, nëse i shkojnë start referit gjatë ndeshjes edhe shtyjnë edhe rrëzojnë. Unë me sa di se nuk jam ekspert për këtë punë, referi automatikisht duhet të ndërpres lojën. Unë është rrëzuar referi edhe në prezent po flasim. Është rrëzuar nga lojtarët Gjilanas. Nga lojtarët Gjilanas, po. Nuk e ka ndërprer ndeshjen, është bërë një tension në fund, do thotë aty lojtari nga Raveci, Emin Naziri ka shajt, ka publiku, ka shajt kundërshtarët dhe lojtarët tanë, ka fy. Edhe aty jemi mundu me qetësu situatën, domthonë nuk kanë pas asnjë problem Gjilanasët edhe i kemi përcjell. Këtu nuk ka ndodhur njëjtë, këtu është thyr autobusi, është thyr dritët autobusit, thotë. Ka pas lëndime, ka pas kërcënime të personit zyrtar tonit, delegati nuk e ka shënuar kurrë, thonë nuk kam pa. Kurse policia ka pa, të gjitha policia në raportin shtesë ka shënuar, kemi raportin e mjekut, edhe aty ka pas mjaft tendenca nga delegati i ndeshjes. Për referimin nuk kemi fjalë. Referimi ka qenë në rregull. Në rregull ka qenë referimi, vetëm referi i katërt. Ka qenë vazhdimisht në përkrahje dhe në presion të i bën klubit tonë, pankinës tonë. Keni një koment për këtë, Zëris? Nuk ka pasur kamera ditë nëse nuk ka bëj? Si ka mundësi në Superligë nëse pas kamera? Ka qenë mërkur edhe është e papërballueshme. Referi 4 të xhiron gjithë ndeshjes. Gjithmonë ka për detyrë normal bankinën me këshir, normal që duhet patjetër të jetë ndihmësi edhe i kryesorit edhe anësorit gjithmonë që është në perimetër tina, ka drejt me ndiku, po detyra tina më e madhe është të përcjell 2 bankinat e mysafirit edhe vendasit. Aty tjetë edhe normal mundet me ndihmu në atë pjesën e vetë, jo mrena në fush, dikun ka 45, po ofër tina normal gjithaherë të një pozit autit, apo shtyrje, apo diçka shamja, apo që aty mundet. Tasht është mirë se tasht i kanë atë buve dhe mujnë me bisedu normal që se unë e thash edhe pak po lidhna edhe me bëtatinën që tha referi. Gjithmonë referi 90 minuta e pa mundën është të mos ketë gabime, po gabime është tjetë tendencios, mos jenë e qëlleshëm. Po edhe të letjen një gabim, ai gabim do të harrohet nëse nuk shkon me përsëri. Se nuk ka njeri të pagabueshëm. Ai që punon edhe gabon, sidomos na po shohim edhe në arenën ndërkombëtare se çfarë 11 metra referohen, çfarë pozite jashtë lojë jepën gol dhe po pranohet shkum. Rast konkret e kemi Barcelonën me Paris Saint-Germain, pse jam simpatizues i Barcelonës, po çka? Mund me fol 10 ditë mund me fol, pa ai arbitër më nuk do të referon në kohë gjatë. Dënimet janë çasisoj. Po në Kosovë nuk u dënoheshëm, por i kthehet pas 2-3 ndeshjesh Po është rregulloria te na, kushtrim që shkruan thotë për një notë dopt pushon 5 ndeshje. 5 ndeshje. Nota e dytë e dopt ajo automatikisht hiqet prej liste, bën në një rang më poshtë, po normal vitin a shumë jo tash. Ndoshta aty duhet të bëhet një korrigjim pak më i fortë, edhe pse në Shqipëri gjithmonë kur referi dënohet aty nuk reklamohet as nuk qitet kom por ai pushon.
normal që i komisioni e pushon, nështë 5, 6, 7, 8, apo sa të punove që të na është e shkru me asisoj. Unë e thomë gjithmonë, komisioni disciplinor i cili është për shembull në kuadër të federatës është mirë, nëse shkruan, duhet dënohet për 3 ndeshje deri në 12. Ai mundet me dënuar se 3 ose 12, nuk mundet as 2 as 11. Dhe me këtë shkon të letë përmbahet që është e shkrume. Jo në klube, cilë kuvend do të më ndru atë sene. Jo, vjen mas si që ndodhë rasti, thot, është që kjo është shkrume, është gabimisht. Po ku ke qenë gjatë kuvendit punës? Kuvend punës shkojnë e krymë punë, ditën e mirë dhe kryet kuvend. Që aty janë për qëto organit cilat për shemb duhet, çdo nën për nën duhet shkohet dhe të përmisohet se ajo mund ndodhë. Thot, nuk ndodhë kur, po mund të ndodhë shpesh në lojën e futbollit. Atëherë, pa unë vërkush, është shkojmë me javën e ardhshme, me qenë se nuk i kemi kronikat e ndeshje Trepça të nën Trepça dhe Vushtrria Flamërtarit, të cilat do t'u asillim në emisionin Arena që nis nesër nga ora 20. Shkojmë me javën e ardhshme. Pra përbollet e javës së ardhshme, gjyreja 23 janë këtu Trepça Telltën Liria, Fernkeli Drenica, përbollja e Skuadra Drenicase, Prishtina Ferizaj, Llapi Drita, Besa Trepça dhe Gjilani Hajvalia. Kryetar shkurt, një udhëtim i vështirë i Lirisë. Po, sigurisht nuk është e lehtë, Trepça është lider në tabelën e Superligës, ne do të shkojmë, do të mundohemi spaku i pikë ta kthejmë. Pa. Gur bëhat mor. Patjetër. Atëherë shkojmë me rezultatet e javës së 19 të Ligës së Parë. Ja, këto janë rezultatet komplete. Dukuriku i Sogu 3-2, Ramsadiku Elpiona 2-2, po shohim shumë gola në ligën e parë. Vitia Raveci 2-2, Kosova Prishtinës Ballkani 2-2, Vllaznimi Keku 3-3. Çfarë rezultate? 3 rezultate 2-2, 1-3-3. Vllaznia Kosova 1-0, Dugagjini Klinës Deçani 4-0 dhe kryendeshja zhvilluar sot në Ferki Aliu Vushtrria Flamërtari 0-0. Vushtrria ka dërguar një komunikat ku ankohet përgjithëtarin kryesor Kreshnik Vula, i cili sipas tyre u ka mohuar 2 penalti. Po shohim edhe renditjen, kryeson Flamërtari me 38 pikë, një më shumë se Vllaznimi, e treta Vllaznia me 32 pikë, i katërt Dugagjini me 30, pasojnë Keku, Vitia, Vushtrria, Fush Kosova, Dukuriku në pozitën e 9, më pas vijnë Kosova Prishtinës, Ballkani, Ulpiana, Istogu i skuadra Superligës në vendin e 13, Ramsadiku i 14, Deçani para fundit dhe Raveci i fundit me vetëm 14 pikë.